Prokuroria e posaçme ka zbardhur dosjen penale ndaj organizatës së Ines Hajrullës dhe bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë në materialin e siguruar nga Ora News. SPA ka arritur të zbardhë 2 atentate të ndodhura në 5 vite më parë, atë të Gentian Qarit dhe Bledar Birçajt, me porositës Ines Hajrullën dhe krahun e tij të djathtë Ervis Matodaçaj. Të dhënat e dosjes hetimore flasin se si Ines Hajrulla kishte mbledhur informacione dhe porositur vrasjen e Gentian Qarit. Gjatë bisedave rezulton se Qari ishte kthyer në panik për Hajrullën pasi viktima shoqëroi me Fatmir Hysenin, i njohur me Nofkën Doçja. Qari ishte ushtar i Hysenit, i cili ishte i pamundur për t'u arritur nga Hajrulla. Ky i fundit kishte vënë vazhdimisht informacione se Fatmir Hyseni po përgatitej për të goditur dhe në pamundësi për ta ekzekutuar drejt për drejt, vendosin t'i prisnin krahet përpara ai t'i sulmonte dhe në shënjes të rovu Gentian Qari. Sipas dosjes hetimore, 18 gjoja u gjetën në vendin ku u vra Gentian Qari. Makina e përdorur nga autori dhe që u dogj ishte Toyota Yaris e vjedhur në shtetin grek. Për eliminimin e këtij të fundit u përdor dhe gjyrmimi i viktimës me GPS. Po ashtu rezulton se Hajrulla dhe Matodaçaj komunikonin me grupin që vran Gentian Qarin përmes radiove. Për këtë ngjarje SPA thot se ka identifikuar Ervis Matodaçaj dhe Ines Hajrullën si porositës, financues dhe koordinues të veprimeve ndërsa ekzekutorët ende nuk dihen. Në këtë grup kriminal rezulton i përfshirë dhe shefi i krimeve Rezart Kuçi. Ai shfaqet në biseda teksa komunikon me anëtarët e grupit kriminal për operacione policore, por edhe për mënyrën se si duhet të silleshin nëse policia vinte për kontroll. Në një episod zbulohet se Rezart Kuçi interesoi për një gomone me qëllim transportimin e drogës.